وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. Allahun e falemenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre që pasuan në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në kohën e hershme, para pejgamberit, profetit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka jetuar një njeri i cili ka qenë njeri i dashur të Allahu, ka qenë njeri i devotshëm, ka qenë njeri i cili e ka adhuruar Allahun pa ndalë. Po gjithashtu ka qenë njeri i ditur edhe njeri i mençur, sepse ka dallim ti jesh i ditun, po ka dallim ti jesh i ditun edhe i mençur. Të do të thonë dy dallime. Sepse ai që është i ditun, po nuk është i mençur, ai ndoshta e flet atë diturinë e tij, mirë po nuk e flet kur duhet dhe ku duhet. Ai që është i mençur, apo ai ka dituri, por edhe kur e flet atë diturinë, e flet në vendin e duhur edhe në kohën e duhur. E kjo është, më thonë, mençuria, urtësia. E Allahu na tregon në Kur'an se faktikisht ky njeri, domethënë ka qenë edhe i ditur, po ka qenë edhe i mençur, i urtë. Kush ishte ky? Ky ishte Lukmani ose Lokmani i urtë, edhe i ditur. Ky njeri ishte aq i dashur te Allahu i Madhërisëm, saqë Allahu na solli neve në Kur'anin famëlart. Na solli neve në Kur'an dhe një kaptin, një sure e quajti me emrin e tij. Kaptina Suratul Luqman, kaptina e Lukmanit, apo kaptina e Lukmanit. Ky njeri thuhet se ka jetuar në pjesën e Babilonisë së vjetër dhe ka qenë me lëkurë, domthonë ka qenë njeri zezak, apo. Dhe kjo na tregon se te Allahu i Madhërisëm Allahu i Madhërisëm nuk I intereson pamja jote. A je I bardh, a je I zi, a je I bukur ose nuk je I bukur. Po te Allahu do të thonë e sheh atë të cilin na e kemi në brendësinë tonë. Allahu bukurinë jep çdo kujt, edhe atij të mirit, edhe atij të keqit. Pasurinë jep çdo kujt, edhe atij të mirit, edhe të keqit. Mirë po, Islamin, udhëzimin jep Allahu vetëm të dashurve të tij. Vetëm atyre që Allahu I don. E kush ishte Lukmani? Allahu na tregon për të në Kur'anin famëlart. Se kush ishte Lukmani? E tha Allahu në Kur'an: "Wa laqad atayna Lukmana al-hikma." Ne tha Lukmanit I dham urtësi dhe mençuri. Çfarë mençuri? Domthonë një mençuri shumë të hatashme. Thuhet se Lukmani ka qenë çoban, ka qenë bari, ka rujt vend. Ka punu, domethënë argat për një pronar I cili ka qenë pasonik dhe ka pas domethënë bakti dhëmbe. Dhe në ditë për ditëve ky pronari I thot Lukmanit, pra I thot shko thot therrën një dele dhe ma sjell pjesën më të mirë, organin më të mirë të trupit. Apo edhe shkon Lukmani, e therrën një dele dhe ja sjell zemrën, ja bie zemrën, ja bie. Thot kjo thot është pjesa, organi më I mirë I trupit. E pastaj I thot ky pronari, ta shko thot dhe sjell më organin më të keq të trupit. Dhe shkon Lukmani dhe ja sjell përsëri zemrën. E pyetën, I parashon pyetje dhe I thot, po ti tha kur thash se ma sjellat organin më të mirë, edhe më të keq tha ma sjellet njëjtin organ. E tha Lukmani po, sepse kur kjo tha është në rregull, atëherë krejt trupi edhe veprat janë në rregull, edhe punët janë në rregull. Ama nëse kjo prishet, nëse kjo nxihet, nëse kjo është e keqe, atëherë edhe punët nxihen, edhe punët janë tek këqija, edhe njeriu domethënë është I atill. Domethënë kjo është, domethënë një transmetim që tregon për urtësinë e tij. E thot Allahu në Kur'an: "Ani shkur lillah." Ne e urdhëruam Lukmanin që ta falemenderoj Allahun. "Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi." Ai I cili falemenderon Allahun, ai ka falemenderuar Allahun për vetveten e tij. Domethënë, nëse njeriu është falemenderues, është falemenderues për vetveten e tij, se Allahu s'ka nevojë që na ta falemenderojmë. As pak nuk është I nevojshëm Allahu. Me po na jemi të nevojshëm që ta falemenderojmë Allahun, sepse Allahu tha në Kur'an prej mirësive të falemenderimit është: "Wa la in shakartum la azidannakum."
Allah thot, nëse më falemenderoni mu, unë do t'ja ushtoj ende ala ma shumë. Nëse Allah ju ka dhonë diçka të vogël, diçka modeste, apo? Dhe ju thoni elhamdulillah, për që këtë që ta ka dhonë Allah, je i knaqët me që ta ka caktuar Allahu, thua elhamdulillah, Allah do t'i sjellë sebetet që do me thonë të të shtohet ende ma shumë rëzku dhe pasuria. Dhe po ashtu falemenderimi është i atill që do me thonë i ngritën gradat të Allah i madhërishëm. E kështu Allahu e ka urdhëruar për të qenë Lukmani, për të qenë do me thonë një rob i mirë të Allahu, do t'jetë do me thonë vazhdimisht falemenderues. Wa man kafara fa inna Allaha ganiyun hamid. E kush i mohon mirësitë e Allahut dhe nuk bëhet falemenderues ndaj Allahut, le ta dinë se Allahu është i pasur dhe nuk ka nevojë që na ta falemenderojmë ata. Dhe ka plot tjerë të cilët atë e falemenderojnë vazhdimisht. Ka krijesa tjera, nëse ti nuk e falemenderon Allahun, ka krijesa tjera të cilët vazhdimisht e falemenderojnë Allahun hiç pa ndal. E tash do të thonë do të dalim tek tema jonë. Se kjo ishte do të thonë një farë parahyrje. Tash do të dalim tek tema jonë. Lukmani një ditë për ditëve e merr të birin e tij, djalin e vet. Dhe i jep disa këshilla. Dhe i thot: "Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuh." E një ditë për ditëve tha kur Lukmani e mori të birin e tij, e mori djalin e tij dhe e këshillonte. Çfarë i tha? "Ya bunayya la tushrik billah. Inna ash-shirka la dhulmun adhim." Lukmani e këshillonte birin e tij dhe i tha: "O biri jem, tha, mos i bëj tha shirk Allahut, sepse me të vërtet shirku është do me thonë një zullum shumë i madh. Me këtë na mëson Allah i madhërishëm se na gjëja e parë të cilën du ta marrim fëmijën ton është do me thonë që t'ja mësojmë tauhidin e pastër, t'ja mësojmë besimin e pastër, ta mësojmë fëmijën ton se kush është Allahu, që zemra e tij ta madhnoje Allahun dhe ta lavdroje Allahun ashtu siç ai e meriton. Po na për fat të keq shumë herë, në shumë raste, se zakonisht i themi, në këtë aspekt nuk punojmë hiç. Dhe ne, kush është fëmija, kush është Allahu, është ashtu si krejt, që ashtu qaqe dim Allahun. Dhe në këtë rast nuk formohet një farë respekti dhe një farë vlerësimi ose një farë madhnimi në zemrën e fëmijës për Allahun e madhërishëm. Ama kur ta marrësh ti fëmijën tënd, dhe t'ja mësojsh tauhidin, besimin, t'ja mësojsh ashtu siç duhet, kur është ai vogël, zemra e tij, nëse kur do arritet, kur do i shkojnë mendja të bëjnë gjuna, zemra e tij do ta madhnoje madhërimin e Allahut. Do thotë ka dalë se Allahu më sheh. Ka dalë se Allahu më sheh dhe Allahu dënon e kështu me radhë. Allahu regjistron çdo send e kështu me radhë. Dhe nuk do ta lëmë na mangu këtë çështje. Hape se kur do arritet da e kuptojnë. Ne kemi një defekt se i marrëm fëmijët ton dhe u mbam ligjërata për jetën e kësaj bote. Apo, në gjabiri jem ti, du të punojsh se jeta për jashtë është e rondë, kur të arritesh do sende di kuptojsh ma vonë, du të marrësh një zanate, du të mësojsh, du të këshu, du të bëjmë para, du të bëjmë shpia. Do me thonë këshu ligjerata fëmijëve tonë vazhdimisht të mbanë. Vazhdimisht, për ditë, hiç pa ndalë. Ama kur vjen çështja për me i fol atij diçka për Allahun, se kush është Allahu, kush është madhnia Allahu, çka është, do me thonë, cila është krijimtaria e Allahut, këtu do me thonë, ajbe se ta shkojnë te hoxha ta mësojnë. Po ben rregull dhe mësojnë të hoxha. Me po nëse ti nuk punon të shtëpia, t'ja rënjosish thellë shpirtin e fëmijës atë dashurinë për Allahun, ajo efekti do të jetë shumë i vogël. Ama kur vjen çështja për këtë botë, për të punuar, për të prut parë, do të thonë aty jemi në gjendje të mban fëmijës tonë ligjërata 24 sahat. Po e boni një gabim në punë, apo me një herë tak ta përmirësojmë, ka dalë se këtu duhet kështu. Kjo shumë e mirë, rregull jemi këtu. Amon, a e përmirëson edhe fëmijën tënd atëherë kur ai nuk është i nështruar ndaj Allahut, atëherë kur ai i bën mëkat Allahut madhërishëm, ai rrim kështu do me thonë në kontroll vazhdueshme? A jemi vazhdimisht shembull mbikëqyrje që na ta kemi gale, ka dalë bese fëmia jem mos i iku namazi, mos e bëni një gabim e kështu me radhë. Ama kur vjen çështja tek puna e kësaj bote, aty jemi 24 saat. Dhe pastaj do me thonë na del rezultati gabim. Pastaj kur rritet ai fëmia, rezultati del dallash. Pse? Sepse na në vakët nuk kemi punuar ashtu siç duhet. Nuk ja kemi mësuar fëmijës se si madhnohet Allahu. Nuk ja kemi mësuar tauhidin dhe besimin e pastër fëmijës duke qenë ai vogël. Dhe ta dini se shumica e problemeve që na vijnë brenda familjes vijnë nga gabimet e jona. Sa e fëmia kur ka shkuar në përvende ku s'do të shkojnë, habe se i ri është. Habe se ma ngushtaj. Habe se kështu, habe se qashtu. Në rregull.
Mirë, po ti duhet domethënë që ta bësh tonë, ti duhet që ta folish, ti tregojsh atij se cila është e vërteta, se çfarë duhet veprojnë e çfarë nuk duhet veprojnë. E nëse kështu vepron, ti atë barën tonë për vetes tonë ke hek. E ai çfarë do të bëjnë pastaj, problemi atij është. Domethënë Lukmani e para çka i tha fëmijës vet, i tha o biri jem, tha kujdes ta mos i bën tha shirk Allahut, sepse shirku tha është azullumi më i madh. Pastaj tha wa wassayna al-insana biwalidayhi. Njeriu pra thot ja lam amanet dy prindërit. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Që nëna ti tha e ka bart tha në barkun e saj duke duruar dhimbje pas dhimbje. Do thon duke duruar çdo dhimbje, megjithatë e ka bart nona fëmijën e vet në barkun e saj. Wa fisaluhu fi amain. E pastaj kur e ka lind atë 2 vite, domethën e ka ushqyet, domethën me tomël, me qumësht. Ani shkur li wa li walidayka ilayya al-masir. E Allahu tha, domethën ti je si rob, ti je falënderues ndaj Allahut. Pra Lukmani këshillon birin e vet dhe i thot, ti je vazhdimisht falënderues ndaj Allahut, ndaj Zotit tënd, dhe ti je falënderues ndaj dy prindërve të tu. Domethën se respekti i Allahut, pasi që e bën atë respektin siç duhet, pasi në nështrimit të Allahut, duhet domethënë që besimtari të respektojë prindërit e tij. E tha Allahu pasën vazhdimsi, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. E nëse ata dy prindërit të detyrojnë ose kërkojnë prej teje që ti bësh shirk Allahut, atëherë tha mos i respekto, mos i dëgjoj tek kjo pjesë, apo jo tek kreta. Që i bie se nëse dy prindërit faktikisht e urdhërojnë fëmijën e tij diçka që nuk është prej fesë, diçka që është kundër fesë, në këtë rast po qëse nuk i dëgjon ata dhe nuk i respekton tek kjo pjesë, këtu nuk ka fëmia gjëna as pak. Sepse duhet çdo kusht i nënshtrohet Allahut dhe jo, domethënë duhet i nënshtrohet krijuesit e jo krijesës. Me po sende tjera duhet ta respektojnë babën edhe nonën. Vetëm në rast se në çështjet e fesë prindi bëhet pengesë për fëmijën e vet. Shembull, nuk e le fëmijën e vet falë namaz, apo nuk e le vajzën e vet që të mbulohet e kështu me radhë, këtë rast nëse fëmia nuk e dëgjon prindin e vet, këtu nuk ka gjëna, po e kundërta ka edhe shpërblim, sepse ju ka nënshtruar Allahut krijuesit e jo krijesës. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Dhe në këtë botë tha, shoqëroj ata me shoqërimin më të mirë. Kështu e këshillonte Lukmani birin e tij. Shoqëroj prindrit me shoqërimin më të mirë, sepse do të vijë koha kur ata do të bëhen pleq, e pastaj ata do të kenë nevojë shumë për ty. Do të jenë nevojtarët më të mëdhenj për ty. E bashkë atë domethënë nuk duhet që domethënë ti losh dhe ti braktisësh prindërit. E luma i cili ai fëmijë i cili ose luma i prind i cili e ka një fëmijë i cili nuk e ka braktis babën edhe nonën e vet, në këtë kohë kur domethënë shumica vrapojnë pas kësaj dynjaje. Është pajtuhet me diçka më të ulët pikë kësaj bote, të fitojnë pak më pak, mirë po trinë me babën edhe nonën të qëndrojnë afër atyre deri në momentin e fundit. Pastaj tha Lukmani i tregon birit të tij dhe i thot: "Ya bunay, innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fi as-samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah." Tha o biri jem, tha, ta dish tani send. Nëse ti tha ki e vepra, sikur ajo grimca e vogël e diçka është. Është me thonë një diçka shumë e imët, që po qese e vendove në peshore, nuk rezulton kur një farpeshe. Grimca e vogël shumë. E ajo grimca, nëse është tha, sikur ajo grimca e cila është mbi një shkëmb, ose është një grimca e cila është në tokë, që ti as që e llogaritën për diçka, ose është në qiell, nëse ke vepra të vogla çeçaq, ta dish tha se Allahu edhe ata do t'i marrën llogari. Allahu edhe çfarë ata do t'i llogarisë. Kështu që tha biri jem, kujdes se çfarë vepra bën. Po ishin të mira ose ishin të këqija. Ishin punë të mira ose ishin punë të këqija. Allahu edhe çata më të voglat do t'i bëjë llogari. Ti i haron ata, por se ta Allahu mblidhen e ai nuk haron. Qofshin punë të mira ose qofshin punë të këqija. Ja bunaj, aqimis salat. E pastaj tha o biri jem, tha, fale tha namazin. Shive, do thonë çfarë këshilla që jep Lukmani birit të vet. E që ky do të jetë modeli jon. Modeli se si na do të punojmë me fëmijët tonë. O biri jem, tha, fale namazin. Do kujdesu për namazin. Sa jemi ne të atill të cilët i këshillojmë vazhdimisht fëmijët tonë për namaz?
Sa jemi në ata atyre të cilët kujdesemi që t'i japim këshilla për namaz fëmijëve tonë, ashtu siç i mbikëqyrim ata në punën e kësaj bote, të shohin si da bëjnë në shkollën ose si da bëjnë zanatin. Këtu domethënë do ta bëjmë një llogari vetes tonë. Dhe nëse na kujdesemi ashtu siç duhet, besoj se edhe ai fëmia do të rritet në mënyrën e duhur. Dhe i tha: "Wa amur bil ma'rufi wanha 'anil munkar." Dhe tha: "Urdhëron ka e mira dhe ndalon nga e keqja." E kjo është një ndër shtyllat kryesore të kësaj feje. Domethënë kur njeriu është e vetë praktikues i fesë, dhe e dyta, urdhëron ka e mira dhe ndalon nga e keqja. Dhe kjo nuk është obligimi i vetëm hoxhallarëve, po është obligimi i krejt atyre të cilët i thon vetvetes musliman. Urdhërimin e të mirë dhe ndalimin e të keqe. Shumë ajete edhe shumë hadithe të cilët na i kemi pat, i kemi dëgjuar, pse Allahu i ka shkatruar popujt që jetuan para nesh. A dini cila ishte arsyeja? Vallë, ata popull që i shkatroi Allahu para nesh. Vallë, ata nuk kishte njerëz besimtar mesin e tyre. Ka pas besimtar. Po cila ishte arsyeja që, domethënë, i shkatroi Allahu ata njerëz? Arsyeja ishte se ata të cilët ishin të devotshëm e lan urdhërin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja. E kur e bon kët, atë domethënë Allahu i shkatroi ata. Tha Allahu në Kur'an: "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Davud wa Isa ibn Maryam." Allahu tha i mallkoi banu Israilët nga gjuha nëpërmjet gjuhës së Davudit dhe Isait, birit të Maryamës. Cila ishte arsyeja vallahi që ti mallkove ata? Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Sepse ata nuk urdhëronin në të mirë dhe nuk ndalonin nga e keqja. E tash më thonë du ta shohim na se si shoqëri ku kemi arrit. Domethënë si shoqëri kemi arrit me një përfundim shumë negativ, dhe arsyeja është se është lënë mazdore urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Si e thomi, habe pa i në vorrin e vet, se kush në vorrin e vet. Po, është e vërtet. Mirë po, e jona është që na t'ja kumtojmë, e jona është që na t'ja tregojmë atij se kjo vepër nuk është në rregull, se Allahu ka thonë kështu, e pejgamberi ka thonë kështu, ose kjo vepër duhet bëhet kështu, sepse Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çështu kanë thonë. Dhe në moment që tek një popull humbet urdhërin në të mirë dhe ndalimit nga e keqja, çatëherë atë popull e ka plojnë fatkeqësitë dhe sprovan nga Allahu i Madhërisht dhe dënimet nga Allahu i Madhërisht. Çdo kush prej nesh duhet fillojë prej te familja vet, prej te shtëpia vet. Kur ta shohë se në shtëpinë e tij thehet ndonjë urdhën i Allahut, apo nuk çohet një urdhën i Allahut në vend ashtu siç duhet me njerë të reagohet në mënyrën më të mirë. Apo jo me dhunë, jo me, domethënë me sjellje, domethënë banale, po me, domethënë me sjelljen më të mirë, siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ata a do të veprojnë ose nuk do të veprojnë, ajo është në dorë të Allahut, zemrat e tyre janë dorën e Allahut. Por e jona është që mos të ndalemi, mos të dorëzohemi asnjëherë. A nuk tha Allahu në Kur'an: "Wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha." Urdhëroje familjen tënde me namaz dhe bën tha shumë sabër. Kjo wastabir vjen prej sabër. Allahu nuk tha wasbir, se wasbir është bën sabër. Ndërsa wastabir është domethënë folje në superlativ. Allahu tha bën tha shumë sabër tha bën. Duke urdhëruar familjen tonë, mos u dorëzo asnjëherë. Jo një 2-3 ditë do t'i urdhënosh për namaz e për punë të mira, e kur e sheh se ata nuk ngjojnë, dorëzohesh, apo s'kam çfarë të bëj unë. Jo, duhet besimtari që mos të dorëzohet, domethënë asnjëherë. Pastaj tha Allahu: "Wala wasbir 'ala ma asabak." Dhe bën sabër nga gjërat të cilët të godasin ty, nga sprovat të cilët të godasin ty. Pastaj Allahu tha në Kur'an: "Wala tusair khaddaka lin-nas." Tha mos i shiko tha njerëzit, e këshillon domethënë Lukmani birin e tij. Mos i shiko tha njerëzit me ulje. Mos i shiko njerëzit me nënçmim, apo ta shohësh vetveten më lart se dikush. Domethënë ta shohësh vetveten se je më i ngritur se dikush. Te Allahu na nuk e dim se kush është më i ngritur se sa tjetri. Për këtë arsye të gjithë njerëzit duhet i llogarisim në të barabartë. E Lukmani këshillon birin e fëmijën e vet dhe i thotë mos i shiko njerëzit me nënçmim. Por domethënë shikoj ashtu siç duhet, si një njeri i cili ti je i barabartë me ata. Dhe tha: "Wala tamshi fil ardi maraha." Dhe mos ec në tokë me mendjemadhsi. Mos ec në tokë me domethënë duke qenë kryenalt. Sepse tha innaka lan takhriqa al-arda, se ti as nuk mund ta çajsh tokën, walan tablugha al-jibala tula, as mund ta domethënë ti arritish kodrat e larta.
Sepse njeriu i cili ka mendje madhësi, kur hecën, apo e keni parasysh, i godet kombët ma fuqishëm tokë. Tank, apo që dihet se kush është ky. E Allahu tha innaka lan takhriqal ard. Ta ku me ditë ta sa ti godasish kombë, sa ti kërcasish kombët e tua në tokë, duke hec, nuk mund ta çash tokën. I dobet je. Edhe ku me ditë se kur të hecish me kryen nalt, të hecish, prap thot sunearish, thot qiell ata kodrat e larta. Pastaj tha Allahu waqsud fi mashik. Kur të hecish, hez me thon me ecje mesatare. Waqdud min sautik. Dhe mos e ngrit zonin. Por zonin do me thon mba tha mesatarisht. As të nalt e as të ulët. Inna ankara al-aswat la sautu al-hamir. Sepse zëri më i urrëtur te Allahu tha është zëri i gomarit. Do me thon këta janë disa këshilla të cilët Lukmani i ia dha birit të tij dhe këshillonte vazhdimisht. E që ky do të jetë modeli jon që na vazhdimisht duhet të këshillojmë fëmijët ton, familjen ton, prindit ton e kështu me radhë. Elusim Allahun xhaleshanu që të na bëjë dobi nga çet. Aqulu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin.